Që po du m'ja u tregu një trek që është mundeni me mësu ma letë kur ka edhe shumë materiale. Google e ka një produkt vetën që quhet Notebook LM, edhe është një vegël shumë e fuqishme për destinacionin primare ka për hulumtim, po ju mundi me përdorë dhe për me mësu. Edhe është falas. Më thonë, këtë që e vynë është një Google account, e klikoni Try Notebook LM, ju shfaqen notebooks që i keni, edhe klikoni për me kriju një notebook të ri. Tash ma herët e bona share në Facebook disa resurse që unë mu përdor prej mësuesve, arsimtarëve, profesorë për me mësu për inteligencë artificiale, po aty ka video, text, mundu me pas PDF, prezentime, kështë të më radhë. Çka mundi me bëj jo, për shembull është nëse janë video materiale, edhe jeni të pritu me ngu një ka një, dhe pse ja vlen tepër shumë, mundeni se cilin prej tyne me fillu me i vendos si burime për qëtë notebook që jeni të e kriju me Notebook LM. Një ka një. Edhe tash, që ka ndodhë këtu është që Notebook LM-i fillon gradualisht se cilin prej tyne me i përdorë si burim të informacionit. Po tash përmira pak ma shkurt, mi të regu impaktin. Më thonë, unë ma herët e bona një test qëto me 5 video, edhe që ndodhë kjo e përmledh. Edhe i bjen keq ato informata me një ven. Ju mundeni me komuniku me tekst me to, më thonë, jep autosugjerime, në bazë video materiali për YouTube që veç i ka transcribe Notebook LM, po mundi me kriju dhe disa gjana shumë atraktive për me mësu ma letë për juve. Për shembull, mundi me kriju slajde që dizajnohen mjaft mirë, qëtun, keni probleme voskël, me thonë qëto janë të autogjenerume me AI në bazë që aty në materialeve që janë prej video materialeve që i përdorëm. Edhe mundeni me përdorë edhe për prezentime, është ndodhë një problem qëto me gjasë është imazhi i madh, edhe mundeni me kalu një ka një, edhe me mësu, me thonë, krejt mënyra që shkrijohet një slajd i tillë është prej materialeve që janë në kuadër të asaj që vendosëm në qëtë notebook që e kemi kriju. E kështu më radhë. Po kjo është veç një formë që është mundeni me mësu në kuadër të Notebook LM prej materiale. Këtu mundi me shtu sa doni, edhe mundeni me kombinu video, PDF, prezentime, çka do që ju bjen në men, ka një sër abonimesh që mundet me i përdor Notebook LM. Mastaj mundi me kriju edhe audio, ku janë 2 veta që diskutojnë edhe mundeni me dëgju tash me mësu kontentin që e keni vendos si podcast. Mundeni me pas video prezentim, dhe më thonë gjenerohet një video prezentim, slideshow me audio narracion, po janë video të krijume me slide përkatëse. Forget all the talk about AI replacing a much more interesting, more powerful question. Përsheni çfarë vlere e shtume bjen edhe kjo nëse doni me mësu ma shumë këtë drejtim. Pastaj na ka edhe gjëra tjera atraktive si quize, do më thonë që krijon prej materialeve që ju i vendosni këtu, unë veç bëj si test, më thonë tregon a ki mirë, a ki keq, dhe të ndihmon në proces të mësimit. Kjo është shkurtimisht çka mundeni me bë me Notebook LM, falas që mundeni me mësu falas, edhe me shfillu një uritë e juja, jo veç për inteligencë artificiale, po për çka do. Nëse jeni të dashur me mësu diçka më shpejt që ka të bëjë me mjeksi, që ka të bëjë me tregti, që ka të bëjë me prodhim, Notebook LM prej Google është platforma që mundeni m'ja nis shumë shpejt me ta. Faleminderit.